Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të drita televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today? Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 20 prill dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Prill. Ngjarje 1936, trupat italiane okupojnë Etiopin. 1972, Apollo 16 zbriti në hënë. 2009, Arabia Saudite njeh pavarësinë e Kosovës. Lindje 1808, lindi Napoleon III Bonaparte, kryetar dhe perandor i Francës. 1889, lindi Adolf Hitler, kryeministër gjerman. 1966, lindi David Kalmes, filozof australian. 1967, lindi Mike Portnoy, ish baterist dhe themelues i bandit Dream Theater. Vdekje 1918, vdiq Karl Ferdinand Braun, fizikan gjerman. 1995, vdiq Milovan Đilas, politikan serb. 2014, vdiq Koçi Petriti, poet shqiptar. Tani u ftoj të ndiqni biografinë e Miloš Gjergj Nikolës ose Migjenit, i cili është një poet i njohur shqiptar. Ai ka qenë një poet dhe prozator i shquar. Ai konsiderohet si një ndër shkrimtarët më të lexuar e më të rëndësishëm të letërsis shqipe të shekullit të 20. Për epokën, ishte një zë krejtësisht novator nga brendësia dhe forma. Ndikimi i tij mbi letërsinë shqipe të kohës ishte i madh. Konsiderohet që Migjeni kaloi nga një romantizëm revolucionar në realizëm kritik gjatë jetës së tij. Ai trajtoi varfërinë e viteve kur jetoi me krijimtarinë të tij si bukën tonë të përditshme falna sot, bukuria që vret, mollë ndalueme, legjenda e mistrit, a don që mirë zotni, e tjerë. Një shtysë të posaçme mori përhapja e krijimtarisë së tij pas luftës së dytë botërore, kur regjimi komunist mori përsëri botimin e plotë të veprave të cilat në vitet 30 kishin qenë pjesërisht të pabotuara. Ai lindi në një shtëpi në oborin e shtëpisë së Trimçeve, ku u bë Muzeu i Migjenit nga viti 1961 deri në vitin 1993. Mirkoja, siç e thrisnin Miloshin e vogël, ka lindur më 13 tetor të vitit 1911. Arsimin fillor e mori në qytetin e lindjes në Shkodër në një shkollë serbo-ortodokse dhe nga viti 1923 deri në vitin 1925 u shkollua në Tivar, ku ndoqi gjimnazin në serbisht. Daja Jovan Kokošević i nxori bursë për në gjimnazin e Manastirit, ku kreu 2 vitet e fundit të semistraturës. Në vitet 1925 deri në vitin 1927. Më pas fitoi të drejtën e studimit shkollim fetar dhe u regjistrua në seminarin ortodoks. Me dëftesën e pjekurisë në xhep, ai u nis më 22 qershor të vitit 1932 nga Manastiri për në Tivar tek e motra. Një vit qëndroi pa punë, më pas në vitet 1933 deri në vitin 1935 punoi si mësues filloreje në Vrak, ku u sëmur dhe u përkeqësua tuberkuloze. Vitin arsimor 1935-36 kthehet dhe shërben në Shkodër. Vitin pasardhës kërkoi që ta transferonin në Puk, ku përfitoi dhe përshëndet, ndërsa gjatë dimrit kthehej në Shkodër për shkak të klimës. Ai mendonte se në Puk gjendja e tij do të përmirësohej, por në fakt gjendja e tij u përkeqësua. Dhe në 22 dhjetor të vitit 1937 shkoi në Torino, ku shpresonte të studionte për letërsi dhe të kurohej. Pas një operacioni të pas suksesshëm në spitalin Vandestian,
Ai ndonon jetë më 26 gusht të vitit 1938. Në thimel të vërmëtarisë së tij qëndron aspirata për një botë të re, ku njerëzit e thjesht të jetojnë të lirë dhe të lumtur, me dignitet njerëzor dhe pa frikë për të nesërmen. Pasurimi i varfërisë së thellë të masave zëvend qendror në botimet e Migjenit për shkrimtarin kishte rëndësi të madhe shoqërore që të dilte në dritë sa më qartë mënyra e vuajtjeve ku e kishte hedhur popullin regjimi reaksionar. Heronjtë e veprave të tij janë Bukuria që vret, Mollë ndalueme, Legjenda e Mistrit, Adon Qymyrzotni, ishin të gjithë njerëzit e papunë që ropateshin gjithë ditën për të nxjerrë kafshatën e gojës, malësosh qëndronin në zgrip të jetës, të mirë që nuk kishte ecur në jetë dhe ishin të flakur jashtë shoqërisë. Në boemën e mjerimit, veprën e tij më të quar, ai përshkroi një tablo të gjallë dhe rrëqelse të gëtitjes së vështirë të masave të shtypura dhe të shfrytzuara dhe të venitjes së tyre fizike. Migjeni pati ndikim të ndjeshëm në rrethet e rinisë përparimtare me veprat e tij, ndihmoi në formimin shpirtëror të saj. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlerave ushqyese të frutit longan, i cili përmban mjaft vlera ushqyese. Ai ndihmon për të rritur imunitetin. Fruti longan është një burim i mirë i vitaminës C, një antioksidant i tretshëm në ujë, që luan një rol të madh në forcimin e imunitetit dhe në parandalimin e sëmundjeve. Vitamina C ka aftësinë e fuqishme për të ndihmuar në mbrojtjen e trupit nga efektet e dëmshme të radikaleve të lira. Mbron nga sëmundjet kronike. Fruti longan është i pasur me antioksidant, të cilët ndihmojnë në luftimin e radikaleve të lira në trupin tuaj, që dëmtojnë qelizat e trupit dhe çojnë në sëmundje kronike. Konsumimi i frutave longan mund të ndihmojë në parandalimin e dëmtimit të qelizave dhe të ulë rrezikun e sëmundjeve kronike. Përmirëson tretjen. Si frutat e freskëta, ashtu dhe ato të thata kanë fibra. Dhe fruti longan përmban fibra të cilat ndihmojnë për të pasur një tretje më të lehtë, gjithashtu ndihmojnë në eliminimin e kapslëkut, diarez, shqetësimeve në stomak, ul inflamacionin. Shtresa jashtme, turi dhe farat e frutit longan kanë veti antioksiduese dhe antiinflamatore, të cilat ndihmojnë në shërimin e plagëve dhe uljen e inflamacionit. Një studim kërkimor i vitit 2012 i botuar në mjekësinë plotësuese dhe alternative të bazuar në dëshmi, zbuloi se pirikapi, shtresa jashtme, që përmbajnë këto fruta, përmban acid galik, epikaktin dhe acid elagjik, të cilët pengojnë prodhimin e kimikateve proinflamatore, si oksidi nitrik dhe histaminat, mund të trajtojë pagjumsinë. Në mjekësinë tradicionale kineze, fruti longanit është përdorur për trajtimin e pagjumësisë. Përmirëson funksionin e kujtesës. Fruti longan mund të ndihmojë në mbështetjen e funksionit njohës dhe kujtesës. Ndihmon në humbjen e peshës. Konsumimi i frutave longan mund të ndihmojë në mënyrë efektive në humbjen e peshës për shkak të përmbajtjes së ulët të kalorive. Në një studim të botuar në revistën Journal of Medical Plant Studies, tregoi se fruti longan mund të ndihmojë në shtypjen e oreksit dhe promovimin e humbjes së peshës. Rregullon presionin e gjakut. Prania e kaliumit në frutat longan mund të ndihmojë në rregullimin e presionit të gjakut. Kaliumi vepron duke lehtësuar tensionin në muret e enëve të gjakut, të cilat ndihmojnë më tej në uljen e presionit të tij. Mund të parandalojë anemin. Në mjekësinë tradicionale kineze, ekstraktet e longanit përdoren për të kuruar anemin për shkak të sasisë së lartë të hekurit që ndodhen në të. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 20 prill 2026
do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me vranësira të shumta dhe reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me reshje shiu në shumë zona, ndërsa pasditja vijon me vranësira dhe intervale të shkurtra pa reshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 22 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare, nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar, rreth 1 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:47 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:33 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë: Shkodër 12 deri në 19 gradë Celsius, Kukës 10 deri në 19 gradë Celsius, Peshkopi 8 deri në 17 gradë Celsius, Tiranë 14 deri në 20 gradë Celsius, Durrës 12 deri në 18 gradë Celsius, Kavaj 11 deri në 19 gradë Celsius, Elbasan 13 deri në 21 gradë Celsius, Berat 11 deri në 20 gradë Celsius, Korç 4 deri në 16 gradë Celsius, Vlorë 14 deri në 22 gradë Celsius, Gjirokastër 9 deri në 19 gradë Celsius, Sarandë 12 deri në 20 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 20 prill 2026 do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me vranësira dhe reshje shiu në shumë zona. Paraditja dhe pasditja do të jenë me reshje shiu të herpashershme dhe intervale të shkurtra pa reshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 18 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:39 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:29 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë: Mitrovica 9 deri në 17 gradë Celsius, Podujev 7 deri në 18 gradë Celsius, Skënderaj 7 deri në 18 gradë Celsius, Pej 9 deri në 17 gradë Celsius, Prishtinë 7 deri në 18 gradë Celsius, Gjakov 9 deri në 18 gradë Celsius, Malishev 10 deri në 17 gradë Celsius, Gjilan 8 deri në 16 gradë Celsius, Ferizaj 8 deri në 17 gradë Celsius, Kaçanik 8 deri në 16 gradë Celsius, Suharek 10 deri në 18 gradë Celsius, Prizren 7 deri në 18 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.